3 muaj pas nënshkrimit të marrëveshjeve me kompaninë kontraktuese, ende nuk ka filluar zbatimi 4 projekteve të financuara nga Kredia Hungareze, që komuna e Sarajti ka fituar gjatë thirrjes së dytë qeveritare në vlerë prej 5.4 milion euro. Gypat që po shihni prapa meje janë të furnizuara për të ndërtuar ujësjellsin në fshatin Laskarc të komunës së Sarajit. Sipas banorëve, këto gypa janë sjellë që prej parazgjedhjeve, ndërsa sot në terren nuk kryhen punime. Dhe nuk kanë nis hala me punë, se s'ka puna dhe në nuk e di. Po parazgjedhjeve kur janë ardhur. Parazgjedhjeve janë. Kanë dalë, kanë drejtave, kanë shkruajt. Numrat që duhet ka të shkruajë ajo ujësjellsi. Që ato ditë kanë punuar, më në ndash janë dalë. Se çka problemi nuk e di. Gjatë vizitës së ekipit të Alsat, një banor na tregoi se në një pjesë të rrugës para zgjedhjeve janë hequr bekatonat për ta rregulluar ujësjellsin. Por pas zgjedhjeve, autoritetet janë zhdukur duke lënë gërmadh pas vete. Para zgjedhjeve, edhe me maqinerit, edhe i prunën, kurse mbas 2 ditë mbas zgjedhjeve erdhën edhe ne kanë ngriç këtë vendin, çdo, i kanë heq bekatonkat. 2 ditë mbrapa kanë pas pa marrëveshje, nuk e di sepse, edhe i mbetën këtë qel, saqë jam detyruar të besojnë që kumë vetë këta. Edhe jo se kënu që si shihni se janë mirë vënume, po ki zortin që patjetër ti vënojmë. Kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, sqaron se arsyeja e vonesës është revizioni që ka kryer për projektet dhe ankesa e një kompanie në Komisionin për Ankesa për Furnizime Publike, ndërsa premtoi që prej shkurtit do të fillohet me punime. Dhe besoj se 10 shkurti ndoshta do jenë ditët e fundit ku do fillohet me punë intensive si në Laskarc dhe projekte tjera në vendbanimet tonë. Me paratë e Kredisë Hungareze, pritet të ndërtohet një rrugë dhe një sallë multifunksionale në Rashqe, por edhe një mur mbrojtjes në mes të Gullmovës dhe Sarajit. Të gjithë tenderët i ka fituar kompania UBAI 2, SHPK Shkup.